إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jemi tek rukuja, pra folëm për ngritjen e duarve pra kur bien ruku. Thot shehu pra tek libri përmbledhës, thot Allahu Akbar, dhe kjo është obligim, pra kjo fjalë është obligim. Më pas thot, pra se këtë sqaruam herës tjetër, ngret duart siç folëm te tekbiri, pra fillestar. Pastaj thot Allah yukabbir, thot Allahu Akbar, pra kjo është obligim, dhe këtë jo sqarova, pra që fjala ndoshta inshallah më afër të vërtetës është që këto tekbire janë obligim përveç tekbirit fillestar, dhe kjo është fjala që ka zgjedhur Sheikh Albani Allahu mëshiroft, pra që këtu thot është obligim. Më pas thot bien ruku, haq thot sa zën vend nyjet e tij, kyçet e tij, dhe çdo gjymtyr të marri vendin e vet, pra qëndrojnë në vendin e vet, dhe kjo gjë është shtyll. Pastaj thot forma e rukus, i vendos duart e tij tek gjunjt e tij, pra derisa zën vend, i hap gishtat e tij, sikur është duke i kapur gjunjt e tij. Thot e gjitha kjo është obligim. Shpinën e tij thot e drejton, pra e zgjat, nuk e mbledh. Haq thot sa nëse do hidhje ujin aty, do zinte vend, pra nuk do uji do qëndronte, pra aq ta ke shpinën drejt në ruku, pra sa ujin po t'ja hedhësh, do të qëndrojë uji aty, dhe kjo është obligim. Mos ta uli kokën e tij dhe as mos ta ngrej, por se tjetë e barabart me shpinën e tij, pra as ta ulësh kokën ku bie ruku, as ta ngrish. Tjetë e barabart koka me shpinën. Thot dhe ti largoj bryllat e tij nga ana, nga ija e tij. Pra, nga ana, kjo ana e trupit ku janë, pra, nga kjo ija, ti largoj, dhe thot në rukun e tij, Subhana Rabbiyal Azim, 3 herë ose më shumë. Thot 3 herë ose më shumë. Thot poshtë, pra, ka dhikret ndryshme këtu, që thuan te kjo shtyll, ka prej tyre që është e gjatë, ka që është e mesme, ka që është e shkurtër, ktheu thot tek forma e namazit. Pra pastaj thot kalon pra tek që këto shtylla që u than duhet të jenë afërsisht barabarta. Kthehemi tek pra libri tjetër ku shehu ka përmbledh, pra thot tekbir, bien ruku, dhe me këtë ose me këto të dyja ka urdhëruar atë që nuk falej mirë, i ka thënë atij që nuk plotësohet namazi ndonjërit prej jush, derisa ta plotësojë abdesin siç ka urdhëruar Allahu, më pas jep tekbir, pra e lavdëron, e madhëron Allahun xhallahu ala, lexo çfarë ka mundësi prej Kuranit që i ka mësuar Allahu, thot më pas jep tekbir, bie ruku, vendos duart e tij tek gjunjt e tij, derisa qetësohen nyjet apo kyçet e tij. Derisa qetësohen nyjet apo kyçet e tij. Pastaj thot forma e rukus, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vendoste pra duart e tij, pllëmbët e tij tek gjunjt e tij dhe i urdhëronte sahabët me këtë gjë. Thot, gjithashtu ka urdhëruar me këtë atë që nuk falej mirë, dhe ju thash që shifeni në shumë pra detaje që ne do flasim rreth namazit, do argumentohet shehu me hadithin e atij që nuk falej mirë, pra që i tha ktheu dhe falu se ti nuk je fal. Thot, pra i vendoste duart mirë, pllëmbët e tij mirë tek gjunjt e tij, pra sikur ishte duke i kapur ato, i hapte gishtat e tij, pra nuk i mban mbyllur, por se i hap, dhe me këtë ka urdhëruar atë që nuk falej mirë. Thonte, pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ti të bësh ruku, vendosi pra pllëmbët e tua mbi gjunjt e tu, hapi gishtat e tua, pastaj qëndro derisa çdo gjymtyr të marrë të shkojnë vend vet. Gjithashtu, sallallahu alaihi wasallam, pra ishte
që i largonte bryllat e tij nga ijet e tij, dhe kur bonte ruku, gjithashtu ishte që kur bonte ruku e shtrinte shpinën e tij, aq sa po të hidhej uji do të zinte vend. Thot, i ka thënë pra atij që nuk falej mirë, pra kur të bësh ruku, vendosi pllëmbët e tua, pra mbi gjunjtë e tu, drejtoje shpinën dhe pra ze vend, pra zesh vend në rukun tënde. Gjithashtu ishte sallallahu alaihi wasallam që nuk e ngrinte kokën e tij as nuk e ulte, por se ishte mes kësaj. Thot këtu te sqarimi kësaj fjale që ka ardhur te ky hadith, pra nuk e ngrite kokën e tij që të ishte pra lart shpinës tij. Siç ndodh nga disa njerëz, po tash kur bën ruku, pra nuk rri koka me nivel me shpinën, por se e ngri kokën kështu lart. Jo. Pra kjo që po thuhet këtu është ta kesh pra me një nivel me shpinën. As mos ta ulësh, as mos ta ngrish kur bën ruku. Pastaj thot, pra dhe kjo është e rëndësishme siç është nga shtyllat e namazit, por se do ta shihni shehu do e përmendi këtu, do ta përmendi edhe të shtyllat e tjera, që është obligueshmëria e qetësisë në ruku. Pra të qetësohesh, ta bësh rukun të qetësohesh, jo të nxitohesh. Thot, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qetësoi rukun e tij, me këtë gjë ka urdhëruar atë që nuk falej mirë, siç e përmendëm. Gjithashtu thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, plotësojeni rukun dhe sejdën, se pasha atë në dorën e cilit të shpirti im, unë ju shoh nga mbrapa. Pra, ju shoh nga mbas shpine kur ju bëni ruku dhe kur ju bëni sejdë. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shifte nga mbrapa. Kjo është diçka që ka qenë, pra kjo është shikim real, është prej mrekullive, prej argumenteve që Allahu xhallahu ala i kishte dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pra ai ishte duke falshu dhe shifte se çfarë ndodhte mbrapa. Shife, kjo është diçka reale, e para. E dyta është nga mu'gjizati, është nga mrekullit, faktet, argumentet që Allahu xhallahu ala i kishte dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe është diçka që diskutohet, a është kjo ndodhte gjithmonë apo vetëm gjatë namazit? Thot shehu, kjo ishte gjendje veçantë për namazin, nuk ka argument për përgjithshmëri. Pra nuk ka argument që ai shikonte mrapa gjatë çdo kohe, po jo thot vetëm gjatë namazit, vetëm gjatë namazit. Thot, këtu t'ju lexoj pra çka ka thënë te libri bazë. Pra e para, derisa t'ju tregoj këtë komentin e këtij hadithi, por se para kësaj thot te libri bazë, libri gjatë që kemi thënë fillim. Pra kur përmend hadithin e atij që nuk fale mirë, thot thot qala al-Hafidh fil Fath. Ka thënë Hafidh ibn Hajar komentin e Buharit, janë argumentuar me këtë hadith se është obligim pra qetësia në shtyllat e namazit, dhe këtë fjalë kanë shumica dietarëve. Është njohur thot tek Hanefit se qetësia në namaz është synet, dhe shumë prej tyre thot e kanë thënë qartë në librat e tyre. Por se Tahawi, fjala Tahawi, që fjalë Tahawi, siç thonë dhe herë tjetër, është prej imamllarëve Hanefi, prej dietarëve Hanefi, thot kurse fjala Tahawit është e qartë se qetësia është obligim, nuk është thjesht synet. Kurse te ky hadith që ne sapo lexuam thot, pra te komenti këtij poshtë, thot, pra veprojeni këto të dyja, rukun dhe sejdën, të plotësuara me kushtet, me synetet, me edukatën, dhe plotësojeni qetësinë, si në ruku, si në sejdë, pra jepini hakun. Prandaj është obligim qetësia si në farz, si në nafile, siç thot tek Shafiit. Pra normal, kur po themi që duhet të jesh i qetë, ta falësh me qetësi, nuk është vetëm kur fal farzin, gjithashtu kur fal synetin. Pastaj thot, pra te ky hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë pash atë në dorën e cilit është shpirti im. Te ky hadith gjithashtu thot, lejohet që të betohesh pra për në emër të Allahut xhallahu ala, edhe kur s'është e domosdoshme, por se e pëlqyeshme është që mos betohesh vetëse kur është e nevojshme, Pastaj ka përmend për këtë, pra që ju shoh nga mrapa, Allahu xhallahu ala pra i kishte kriju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ai të shikonte pra nga mbas tij, pra nga mbas vetes, nga mbrapa. Tregon pra për këtë që ne e lexuam këtu. Qartë. Pastaj përmend pra hadith tjetër shehu këtu që ka pa pejgamberi sallallahu
sallallahu alaihi wasallam një person që nuk e plotësonte rukun e tij. Wa yanqir fi sujudi, atë që ju thash, në kër pra është ajo si zogu apo pula, gjeli ose pula që atë kokën e tyre kur han kokën që e lëvizin shpejt, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pa dikën tjetër pra që shpejtonte në sejdën e tij dhe ka thënë, gjeni, sikur ky person vdesi në këtë gjendje, nuk do vdesi sipas miletit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është diçka e rëndë, do thotë që ky person që nuk qetësohet ka lënë diçka shumë të rëndësishme. Pra ta ketë parasysh muslimani këtë gjë. Gjithashtu ka thënë Abu Huraira radhiyallahu an, më ka ndaluar Khalili, pra ai që e desha fort, që mos të bëj namazin tim, thot siç bën gjeli, pra kur ha ushqim. Gjithashtu thonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu që bën vjedhje më të keqe është ai që vjedh prej namazit të tij. Ka sjell sheku i fjalë këtu si vjedh prej namazit të tij, pra çfarë vjedh prej namazit të tij. E i thonë i dërguari i Allahut, dhe do ta sqaroj këtë çështjen e vjedhjes. I thonë i dërguari i Allahut, si vjedh prej namazit të tij, thot nuk e plotëson rukun dhe sejdën. Pse ka quajtur vjedhje? Këtë desha t'ju lexoj. Pse ka quajtur vjedhje? Thot, e ka quajtur vjedhje sepse ky po tradhton diçka që ju është lënë amanet që ta kryej. Pra ti ke amanet që rukun dhe sejdën ta kryesh ashtu siç duhet, pa u nxituar. Momenti që ti se kryen këtë gjë, atëherë quhet tradhti e diçkaje që të lënë ty amanet që ta kryesh. E ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra vjedhje. Edhe një herë ka thënë njeriu pra që bën vjedhje më të keqe, është ai që vjedh prej namazit të tij, i thonë oj dërguar Allahut, si vjedh personi prej namazit të tij, thotë nuk plotson rukun dhe sejdën. Gjithashtu thotë ishte i ditë duke u falur sallallahu alaihi wasallam dhe pa me cepin e syrit, thotë një person pra që nuk e drejtonte shpinën e tij, ruku dhe sejdë. Momentin pra që doli nga namazi tha, o ju musliman, nuk ka namaz ai person që nuk e drejton, nuk e bën ashtu siç duhet, pra nuk e drejton shpinën e tij, ruku dhe sejdë. Gjithashtu ka thënë sallallahu alaihi wasallam, nuk është i sakt namazi i personi ose nuk mjafton, nuk është i sakt namazi i personi derisa ta drejtojë shpinën e tij në ruku dhe në sejdë. Pra kjo është për sa i përket asaj që u tha. Pastaj sheku thot pra te çështjet e dhikri i që thuhet në ruku. Që thot kthehemi te libri tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj shtylle thonte lloje të ndryshme për dhikri dhe duaje, ndonjëherë këtë ka ardhur që thonte subhana rabbiyal azim 3 herë, madje kishte raste që e thonte përsëriste më shumë, pra se 3 herë. Thot shehu këtu, pra nga dobit të poshtë, ka ardhur thot nga 7 prej sahabëve, hadithi që e thonte 3 herë. Pra subhana rabbiyal azim 3 herë. Thot kjo ka ardhur nga 7 prej sahabëve, me këtë ka kritik për atë që ka mohuar se ka ardhur transmetim që kufizohet me 3 herë. Pra këtu tregohet që e thonte 3 herë. Ama gjithashtu ka transmetime që e thonte më shumë. Pra tek kur thot këtu që e thonte më shumë, përfitohet për këtyre haditheve të qarta se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam barazonte mes qëndrimit këmbë, rukus dhe sejdës, siç do vi. Gjithashtu, pra kishte raste që e përsëriste atë gjatë namazit natës, aq sa rukuja e tij ishte afërsisht sa qëndrimi në këmbë. Ndërkohë që ne thamë që gjatë qëndrimit këmbë lexonte Bekaren, Nisa, Al Imran. Imagjino sa herë ka përsërit. Sa herë ka përsërit sallallahu alaihi wasallam. Thot, gjithashtu, pra mund thush për dhikreve subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 herë. Gjithashtu subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Gjithashtu subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli. E thonte e shumonte këtë rukun e tij dhe në sejdën e tij. Pra kjo subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli thuhet dhe ruku dhe sejdë. Pra çfarë bonte? Punonte jeta awal Kur'an, punonte me atë që Allahu xhallahu ala ka urdhëruar në Kur'an, ku te cila sura fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba idha jaa nasrullahi wal fath. Gjithashtu thonte sallallahu alaihi wasallam
Allahumma laka raka'at wa bika amant wa laka aslamt anta rabbi khasha laka sam'i wa basari wa mukhi wa adhmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Do flasim për këto, pra për kuptimin e këtyre dhikrave. Gjithashtu thonte subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. E ka thënë këtë thot pra gjatë namazit natës. Këtu ka bëj koment për këtë subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. El jabr, pra jabarut këtu subhana, larg çdo tmete, çdo mangësie, është Allahu xhallahu ala dhil jabarut, pra ai që është nga dhënjues, malakut, pra ai që ka sundimin, pra drejtimin e këtij universi. Pastaj thot zgjata e rukus, pra zgjatja e rukus. Flasim pak për kuptimin, pra sepse ju thash që në fillim të mësimeve që një nga qëllimet e mia është që ju të kuptoni se ç'a jeni duke thënë. Kuptoni se ç'a jeni duke thënë. Thot Sheikhu Themin Allah e mëshiroft për çështjen e rukus. Pra, fjala ruku po ta shohësh nga origjina e saj, është pra përkulja e shpinës dhe qëllimi me këtë ruku është madhërimi i Allahut xhallahu ala, sepse kjo lloj forme është prej formave të madhërimit. Dhe njerëzit më përpara vazhdojnë ta bëjnë përkulen para kujt për t'i madhëruar kë mbretërit, njerëzit e mëdhenj i përkulen. Ndërkohë që ne nuk na lejohet që këtë gjë ta bëjmë vetëse, çfarë? Vetëse për Allahun xhallahu ala. Prandaj e kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra a ti përkulemi njëri tjetrit? Ka thënë jo. Edhe normal, besoj, mund ta kemi thënë dhe herë tjetër, po herë tjera, por se po e përsërisim duke thënë që kjo që ndodh disa lloje sportesh që ata sportistat para se vazhdojnë ndeshjen apo atë që kanë, fillojnë dhe përkulen para njëri tjetrit, kjo nuk lejohet. Në qoftë të në stërvitje, tjera më radhë. Kjo lloj përkulje që bëhet para ndeshjes apo tjera më radhë, kjo nuk lejohet, se është formë rukuje dhe nuk lejohet vetëse për Allahun xhallahu ala. Pra siç mund ndodh te karateja apo jo që ulen pra para njëri tjetrit. Kjo nuk lejohet, kanë thënë dietarët. Pra, kjo është formë madhërimi që e bënin njerëzit për mbretërit, për njerëzit me pozitë, thot, pra përkuleshin ose ndoshta shkojnë deri në gradën e rukus. Më mend një nga ato që është shkatru, që ka qenë një fallxore, më mend kombinat para shumë vitesh, pra normal që tagute që thristen shirk edhe në kufër, s'ja vlen me ja përmend emrin, më mend domethënë kur jam qenë moshë të vogël kombinat, e ka pas shtëpinë kombinat. Allahu na ruaj që shihni format e shirkut dhe sa e rëndësishëm është për hapja të tauhidit, ta mësojmë për vetë dhe ta hapim, të ftojmë njerëzin të tauhid. Ishte me radhë tërë aty në kombinat në rrugë, nga dy anët e rrugës, kur ajo kalonte, gjithë njerëzit që ishin aty prezant i përkuleshin, Allahu na ruaj. Pra gati sa ruku. Të dy anët, pa ajo që duke kalu, më vjen kam qenë i vogël atë. Alhamdulillah, na kishte udhëzuar Allahu në xhamia, ama ka qenë që edhe sot e kësaj dite e kujtoja atë pamje. Pra kalonte nga dy anët e rrugës ishin njerëzit duke i bërë ruku. Ndërkohë që ky është adhurim, ky është shirk, adhurim që nuk i drejtohet vetëse, s'duhet, nuk meriton për këtë, siç nuk i meriton gjithë adhurimet askush përveç Allahut xhallahu ala. Ta kemi parasysh këtë gjë. Ndoshta thot i bëjnë ruku, po ndoshta arrin derisa ti bëjnë edhe sejdë Allahu na ruaj. Pra, forma e rukus tregon për madhërimin që ai që po e bën këtë, pra para atij që po e bën këtë. Dhe normal, besimtari s'do ta bëj vetëse për Allahun xhallahu ala. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sa i përket rukus, madhëroni në të Zotin azza wa jall. Pra rukuja, madhëroni në të Zotin. Pra ti kur bën ruku, bashkon mes madhërimit me fjalë dhe madhërimit me vepër. Vetë rukuja, forma e rukus është madhërim. Pra, me trupin tënd ti po madhëron Allahun xhallahu ala. Jo vetëm kaq, jo vetëm me vepër, por dhe me gojë, duke thënë Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Pastaj thot Allahu mëshiroft, jemi gjithmonë te libri i Sheikh Themin Sharrul Mumti, thot, gjithashtu thot, pra ti largoj duart e ti nga, siç tham këtu, këtë po ja u tregoj për se do i kthehemi prapë, por se kjo është dobi, pra gjatë këtyre kam shkput këtë dobi, pra siç do vi dhe te sejdja dhe këtu. Tham që robi bryllet e tij ti largoj nga ijet e tij. Ama duket pas parasysh këtë. Ç'a thot? Thot gjithashtu, pra ti largoj duart e tij. Duart në tham bryllet, kuptohet që të jetë më specifike nga ijet e tij. Por se
Kjo është e kushzuar, pra ka si kusht mos shqetësosh. Nëse ti shqetëson atë që ke, pra në krah, nga ana djath, nga ana e majt, atëherë nuk duhet personi që të bëjë një synet që me këtë synet pra duke vepruar këtë synet shqetësoj dikën tjetër, sepse momenti që ti e shqetëson atë që është duke u fal, si më thon, ai nuk është më i përqendruar, shpërqendrohet, pra dhe ngatron atë person, pastaj thot, po e bëre këtë gjë, kijet frikë se mos hyn te fjala e Allahut lartësuar, walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ata që shqetësojnë besimtarët dhe besimtarët për diçka që ata s'e kanë bë, thot mbartin ata shpifje dhe gjunaf pra të qartë. Thot ki kujdes ta shqetësosh personin që ke në krah gjatë namazit se ka shumë mundësi thot hysh te ky ajet. Qartë. Tjetër, çfarë do thot subhana rabbiyal azim? Gjithashtu ne përmendëm dhe te duaja e hapjes, por se do të përsërisim prapë këtu. Pra, subhan, që Allahu xhallahu ala është larg nga mangësit, pra Allahu xhallahu ala thotë është larg nga ignoranca, nga dobësia, nga pamundësia, nga vdekja, nga gjumi, gjëra që i gjen disa prej këtyre ku i gjen? I gjen tek libri i jehudëve, i gjen tek libri i jehudëve, siç kemi thënë një prej fjalëve ty që kanë Bibël çfarë thot, sepse është dhe jehudëve dhe i krishterëve ajo, dhjetë e vjetër. Zgjohë Zot, Allahu na ruaj. Pra ndërkohë që Allahu xhelalu ala thot, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, nuk e ka as kotje dhe as gjumë. Lodhje, pra se do thot të mbrapa, do thot dhe ajetin, dhe kjo është e jehudët. Normal, shifeni, ta keni parasysh këtë, se shiku po e përmend tu te subhana. Dietarët thonë, Kur'an dhe Sunet nuk ka thjesht mohim. Që ta keni është rregullat e emrave të cilësive, me që u përmend këtu. Nuk ka thjesht mohim. Jo, ka mohim duke pohuar, si me thonë, pohuar të kundërtën e saj në formën më të plotë. Për shembull, çfarë do thotë kjo që po ju them, domosdoshmë po ta ngjoni kështu si rregull, ndoshta se kuptoni. Për shembull, momenti që mohohet nga Allahu ignoranca, pamundësia, vdekja, gjumi, çfarë do pohojmë kundërtën e këtyre në formën më të plotë. Pra, Allahu xhallahu ala nuk është çfarë? Nuk është ignorant i paditur, sepse dija e tij është e plotë. Allahu xhallahu ala nuk është i dobët dhe ka pamundësi, sepse fuqia e tij është i gjithë fuqishëm. Allahu xhallahu ala nuk vdes dhe nuk e zë gjumi, sepse ai e ka jetën e plotë. Qartë? Pra kur thonë dietar nuk ka thjesht mohim. Jo, do pohosh të kundërtën formën e plotë. Qartë? Këtu tani thot, pra ti mendoni, kur thu subhana rabbiyal azim, ta mendosh që Allahu xhallahu ala është larg nga çdo mangësi. Por se këto përmenden, ju thash, këto përmenden gjenden librat e këtyre që kanë deformuar shtrembur librat e tyre. Për shembull thot, Allahu xhallahu ala është larg lodhjes në ato gjëra që ai vepron, siç ka thënë Allahu i lartësuar, pash Allahun me siguri kemi krijuar qiellin dhe tokën dhe çka mes tyre për 6 ditë dhe nuk na ka prekur lodhje. Ko po refuzon Allahu xhallahu ala te sura Kaf ajeti 38. Jehudët ata çfarë thon librin e tyre? Edhe sot e kësaj dite që Allahu krijoi qiellin dhe tokën për 6 ditë, pastaj u shlodh. Ndërkohë që Allahu xhallahu ala po i refuzon, po i kritikon duke thënë pasha Allahun me siguri, thotë kemi krijuar qiellin dhe tokën dhe gjithçka mes tyre për 6 ditë dhe nuk na ka prekur lodhje. Pra, fuqia, krijimi, s'ka dyshim se janë të plota. Thotë dhe çfarë? Te krijesa mundet thotë që pra krijesa ka dobësi. Për shembull, ngjojeni, për sa i përket krijimit, krijesa mundet thot, për shembull, tek dera, mundet thot të prodhojë ose ta bëj një derë. Mundet thot bëj një tenxhere, mund ndërtoj një shtëpi, por se çfarë? Me lodhje. Lodhet. Atëherë, kjo tregon që ka mangësi. Kurse Allahu xhallahu ala, Zoti azza wa jall, nuk e prek as lodhje, as mundim. Madje me gjithë krijimin e qiejve, pra këto qiej
ose krijesave të mëdhaja si qiejt dhe toka, Allahu xhallahu ala nuk është lodhur. Gjithashtu Allahu xhallahu ala nuk i ngjan krijesave, lejse kemithlihi shay, askush së si ai. Pra, askush së si Allahu xhallahu ala, sepse momentin që i ngjan krijesave, kjo është mangësi. Sepse, pra, përngjasimi i atij që është i plot me dikën që është i mangët e bën atë të mangët. Edhe këtë e tham fillim fare, ka përmend të poezinë që a nuk e shef pra që i bie vlera shpatës, nëse thuhet që shpata është më e mpret se shkopi. I bie vlera shpatës nëse thua shpata është më e mpret se shkopi. Çfarë je duke bë këtu? Je duke krahasu shpatën me shkopin. Pra, je duke krahasu një gjë të plot me diçka të mangët. Momenti që krahason diçka të plot me diçka të mangët, këtë të plotën çfarë bën? E mangëson. Qartë? Pra, shife si thot, nëse ti thua un kam një shpatë hekurt, është shumë të fuqishme, por se është më e mpret se shkopi, atëherë njerëzit do të kuptojnë se kjo shpatë është e dobët. Pastaj te fjala Rabbi el Adhim, pra larg të metave është Zoti im i madhërueshëm, i madh xhallahu ala, pra ai është i madh dhe i madhërueshëm në veten e tij, në cilësitë e tij. Ai pra në veten e tij është më i madh se çdo gjë. Pra tregon më mbrapa ajetin, kam përmend ajetin wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah. Ata nuk e kanë madhëruar Allahun xhallahu ala siç i takon atij madhështia, ndërkohë që gjithë toka do jenë kapjen e tij ditën e gjykimit dhe qiejt do të jenë palosura në djathën e tij. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Pra larg çdo mangësie, i lartësuar është ai nga ajo që ata i shoqërojnë, pra i bëjnë shirk. Thot, kjo është fjalë që është përmend nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, nuk janë 7 qiej dhe 7 toka në dorën e Rahmanit, vetëse, dhe kjo është për parafrim, se s'ka të krahasuar, vetëse është një far hardallin në dorën e njërit për jush. Pra e far hardalli, far shumë e vogël, çfarë është ajo në dorën e njeriu, është shumë e vogël. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma çka ka thonë? Thot nuk janë 7 qiejt dhe 7 tokat në dorën e Rahmanit, vetëse siç është një far hardalli në dorën e njërit për jush. Dhe kjo ju thash nuk ka të krahasuar, por thjesht për parafrim të mendje e njeriu. Pra normal që Allahu xhallahu ala duhet madhëruar, atij i takon madhështia, pra është i madhëruar në veten e tij, në cilësitë e tij, në veprat e tij. Thot, mos pyet më për madhështinë e cilësive të tij, pra nuk ka një cilësi për cilësive të Allahu xhallahu ala vetëse është madhështore. Pastaj ka thënë walillahi al-mathalul a'la, Allahu t'i takojnë cilësitë e larta. Pra, momenti që ti thua subhana rabbiyal azim, pra Allahu xhallahu ala, pra është larg mangësive. Gjithashtu këtu tek madhërimi, pra ti me këtë madhërim që bën ose me rukun që bën, ti e madhëron Allahun xhallahu ala si me veprën tënde, si me fjalën tënde, dhe këtë e përmendëm. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, unë jam ndaluar që ta lexoj Kur'anin si ruku, si në sejdë, për sa i përket rukus, madhëroni në të Zotin. Pra, do vi edhe kjo temë që nuk lexohet pra Kur'an në ruku dhe në sejdë, nuk lexohet Kur'an në ruku dhe në sejdë, thot, pra për sa i përket rukus, madhëroni në të pra Zotin xhallahu ala. Përderisa Kurani është përmendja më e madhe që i bëhet Allahu xhallahu ala, nuk përshtatet që njeriu ta lexojë kur është i përkulur, por se lexon kur ai është i ngritur. Tjetër nga dhikri që është përmend, pra subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, pra folëm deri tani për subhana rabbiyal azim, për subuhun as-subuh, pra është edhe kjo ka lidhje që Allahu xhallahu ala është larg çdo keqje, larg çdo mangësie. El-Quddus, pra disa dietar kanë thënë që është El-Mubarak, pra ai që vjen bereqeti prej tij, pra po përmend emrin e tij, Allahu t'jep bereqet. Është thënë që është Tahir, ai që është i pastër, pra Subuhun Quddusun, pra është prej cilësive të Allahu xhallahu ala, sepse është ai që i bëhet tesbih atij dhe është larg mangësive dhe tmetave. Këtu tjetër Rabbul Malaika war Ruh, pra Zoti i melajkeve dhe rruhit, thot është thënë që qëllimi me të është Xhibrili, ose fjalë tjetër është një grup prej melajkeve, ose një melek, pra
që është krijesë shumë e madhe që ka kriju Allahu xhalla wala. Pra subuhun, kudusun, rabbul malaika, zoti i melajkeve, wa ruh. Ruh tu kush është? Sa dietar kanë thënë Xhibrili, sa kanë thënë një grup prej melajkeve. Dikush ka thënë që është i melek shumë madhështor që ka kriju Allahu xhalla wala, shumë i madh që ka kriju Allahu xhalla wala, pra që është ruh. Tjetër, koment tjetër, subuh, pra Allahu xhalla wala është larg mangësive, larg s'ka i ortak, nuk ka i shok, siç e kemi përmend gjithashtu te telbia, lebejk Allahumme lebejk, lebejk la sharika lak lebejk. Pra të jam përgjigj, o Allah, të jam përgjigj o ti që s'ke shok, nuk ke ortak. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu. Pra s'ka të adhuruar me drejt përveç Allahut, pra që është një vetëm, nuk ka i ortak, nuk ka shok. Pra vetëm ai meriton të adhurohet. Qartë? Ndërkohë që e tham që mushrikët çfarë bën kur ndruan fenë e Ibrahimit që ishte tauhidi, e ndryshuan atë telbien. Pra futën në të shirkun. Pra nga telbia që ka lidhje me tauhidin, që Xhabir radiallahu an, hadithin e gjatë që përshkruan haxhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë falabba bit tauhid, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam boni telbie me tauhid, erdhën mushrikët dhe ndryshuan këtë telbie. Pra siç ishte lebejk Allahumme lebejk, lebejk la sharika lak, pra të jam përgjigj o Allah që ti s'ke shok përveç thot ose ortak illa sharikan lak tamlikuhu wa ma malak. Pra ti nuk ke ortak përveç një ortaku. Shive si e futën këtë fjalë, ti nuk ke shok përveç një shok apo një ortaku që ti e sundon atë dhe ai nuk të sundon ty. E ndryshun, pra futën shirkun tek telbia që ishte e tauhidit. Pra kur themi subuhun, Allahu xhallahu ala është larg mangësive, është larg ortakërisë dhe pra shokut, pra që të ketë shok apo ortak, dhe çdo gjë që nuk i ka, pra nuk i takon uluhijes tij. Kudus, pra gjithashtu thot është i pastër nga çdo gjë që nuk i ka hije krijuesit, pastaj thot kuptimi rukuja ime, sejdja ime është për atë që është subuh kudus. Pra usabbihu sabuhan, pra unë bëj tasbih, e përmend, e madhëroj, e adhuroj Allahun xhallahu ala, Rabbul malaikati war ruh. Pra këtu thot ka ardhur ruhun, nëse do e komentoj me Xhibrilin, ndërkohë që ai hyn tek melajket. Pra diçka e veçantë pas diçka e përgjithshme. Se melajke është diçka e përgjithshme. Xhibrili është njëri prej melajkeve. Pra Rabbul malaikati war ruh është ka ardhur diçka e veçantë pas diçkaje të përgjithshme, sepse ruhu është prej melajkeve, është melek shumë i madh, thot disa dietar kanë thënë që ka mundësi të jetë Xhibrili. Tjetër, pra te subhanakallahumma bihamdik, Allahumma ighfirli, thot kjo tregon se tasbihu, pra un po të bëj tasbihu Allah duke të lavdëruar, pra këtë po e bëj se ti më ke dhënë sukses, ti më ke udhëzuar, pra mirësia jote ka shimeje, është pra më ke mundësuar mu që unë të bëj tasbih dhe të madhëroj, jo me fuqinë time. Gjithashtu tregon se Allahu xhallahu ala ka cilësitë e plota, është i madhëruar. Fjala këtu Allahumma ighfirli, edhe kjo është e rëndësishme si dobi, tregohet këtu, pra sepse ne tham kjo është dhikri rukus. Allahumma ighfirli, çfarë është Allahumma ighfirli? O Allah më fal. Allah më fal. Çfarë është më thon Allah më fal? Është dua. Allah më fal është dua. Ngjoj çfarë thot Sheukani, se po ju lexoj nga Sheukani tani, Allahu më shërof, te Nelu Lautar, pra kur ka ardhur kjo duaja e ka komentuar, prandaj po ju përmend që diçka për kuptimin e kësaj duaje. Fjala tu Allahumma ighfirli, pra Allah më fal mua, merret prej kësaj që lejohet me bë dua ruku. Me lexu Kur'an tham jo. Ama me bë dua ruku lejohet me bë dua ruku. Ata dietar që kanë thënë këtë fjalë ku argumentohen me këtë hadith. O Allah më fal mua. Se në sejdë është e qartë, ë? Që kemi përmend hadithin, ndoshta do vi prapë që për sa i përket, pra momenti që robi është më afër Zotit të tij është kur ai është në sejdë, prandaj shumoni duan. Kjo është e qartë që në sejdë të bësh dua. Pyetja lind po ruku, a mund të bësh dua? Thotë Sheukani, Allahu më shëroft, pra këtu kjo Allahumma ighfirli o Allah më fal, merret prej kësaj që lejohet bësh dua në ruku. Dhe me këtë kritikohen ata që e kanë quajtur pa pëlqyer këtë, si Imam Malik, pro si Malik. Thot
rukuja është madhërim i Zotit, nuk bin desh me duan. Ashtu si që duaja në sejdë, pra si duaja në sejdë, nuk bi, thot kjo nuk bin desh me madhërimin e Allahut Gjelle Wala. Këtu tjetër, të duaja tjetër, pra Subhana dhil Gjebaruti wal Melekut, që lexojmë dhe diçka prej shehut, pra që është nga dhënjimi, është Allah Gjelle Wala ka sundimin, pra El Kibria, madhështia i takon atij, sundimi i takon atij, ai është i plot në veten e tij, pra Gjelle Wala. Tjetër, duaja tjetër, Allahume leke rakak, wa bika amant, pra Allah ty të kam bërë ruku, ty të kam besuar, ty të jam dorëzuar, ti je Zoti im. Thotë shehu këtu, pra te libri bazë, pra ty të kam bërë ruku, unë nuk i bëj dikuj tjetër ruku, ty të jam nështruar, ty të jam përulur, pra o Allah. Tjetër këtu te kjo sem'i, të shpërulur ty gjimi im, shikimi im, truri im, truri im, tjetër kë fjala, pra nervat e mia, kockat e mia, janë përulur gjitha ty o Allah. Pra shifet detajet trupit, pra khashale ke sem'i, wa basari, wa muqi, wa adhmi, wa asabi. Edhe i herë, pra, unë kam bërë ruku, po të madhëroj, po të përulem, kam besuar, t'jam dorëzuar, ty t'jam dorëzuar, ti e Zoti im, pra të shpërullur ty gjimi im, shikimi im, truri im, pra kockat e mia, nervat e mia, pra i gjithë trupi. Pra, thot që këtu, kjo tregon që është një përulje, një nështrim i plot që ka arrit kulmin, pra të gjitha këto gjymtyr janë përullur Zotit vetë. Të gjitha këto gjymtyr janë përullur Zotit, pra vetë Zotit botrave, pra lillahi rabbil alamin të Allahut që është Zoti i botrave. Qartë, pastaj, pra përsa i përket gjithave këtyre kuptimit të këtyre duave, thot pra a mundet si shtam, për shembull, përmendëm dhe më përpara që mund t'i bashkojmë apo s'mund t'i bashkojmë. Te çështja e duave të hapjes. Atje përmendëm që do thush një prej këtyre. Këtu tani gjitha këto që kanë ardhur, a mundet pra të bashkohen apo jo? Thot, kjo ka mundësi, thot Sheikh Uthemini. Ne përmendëm te duaja e hapjes që nuk thuhen gjitha, por se thuhet ndonjëherë njëra, ndonjëherë tjetra. Dhe sqaruam këtë gjë. Por se, çështja tjetër këtu, po këtu thot kurse dhikri rukus, ajo që është e njohur te dietarët është që thuhen gjitha tek shumë prej dietarëve. Pra këto mund t'i bashkosh. Do që u tham, pra ka prej dietarëve që thonë mund t'i bashkosh. Kështu thot Sheikh Uthemini Allahu mëshiroj. Kurse Sheikh Albani thot tu dobi. A lejohet t'i bashkosh gjithë këto dhikra në një rukut vetme apo jo? Karan thot kundërshtim. Imam Ibnul Qayyim, pra në Zadul Ma'ad, ose Ibnul Qayyim në Zadul Ma'ad, thot, ka më dyshet e kjo. Kurse Newawi, në librin e tij Adhkar, thot që mund t'i bashkosh. Prandaj ka thonë Newawi rahimahullah, ka i libër pra El Adhkar, thot më e mira është që t'i bashkosh gjithë të dhikra, nëse ke mundësi. Dhe kështu duhet bërë me gjitha dhikret në gjitha pra temat. Kurse Siddiq Hasan Khan, një nga dietarët e Indis, pra ka qenë me pozitë atje, sa thonë se disa dietarë që ai që ka futur akidën selefie në Indi dhe dijen e hadithit indi është ky dietar Allahu më shëroft, Siddiq Hasan Khan, duke se është martuar, pra ka pas pozitë një nga shkaqet që është martuar me një mbretëresh apo një princesh atje, dhe e ka bëu Allahu sebeb që të hapet akida selefie në Indi, shpër dietarëve, Allahu më shëroft. Thot, pra, pasi ka përmend fjalën e Newawiut, Allahu më shëroft, ka përmend Siddiq Hasan Khan, thot ka thënë te libri i tij Nuzulul Abrar, thot ndonjëherë të vi thot këtë, ndonjëherë thot këtë, se nuk shoh që ka argument që të bashkohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i bashkonte, por se ndonjëherë thonte këtë, ndonjëherë thonte këtë. Shehu tani çfarë thot, mbasi e përmend këtë. Pra, duket sikur anon më shumë që mos me i bashku. Sheikh Albani Allahu më shëroft. Por se thot synet ka ardhur që kjo lloj shtylle zgjatet. Zgjatet, sa tham, gati, e zgjaste pejgamberi sa tham, gati sa ishte isoj me qëndrimin këmbë. Mirë, kjo lloj, domethënë përdesa kjo shtyllë zgjatet, si ndodh kjo? Se po si, domethënë një nga gjoforma që ta zgjasim i bi që këto dhikër ti themi të gjitha. Qartë?
thot mirë po kjo ka ardhur thot në sunet se zgjatet kjo shtyll. Pra siç e përmendëm, atëherë ai që do të falet dhe do të ketë si shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtë sunet, nuk ka thot vetë se ose ti bashkoj këto dhikra, siç është fjala e ujit, siç ka ardhur gjithashtu e ka përmend Ibn Nasr fi qiyamil layl, pra nga Ibn Xhurexhi nga ata, prej tabinëve, thot ose ti përsërisi. Pra një dhikër ta përsërisi sa më, pra thot subhana rabbiyal azim, edhe të vazhdoj ta përsëriti. Këto janë dy format. Pra një formë është kjo që ka zgjedh Nawawi rahimahullah, ndërkohë që Sheikh Uthaymin thotë që është fjalë shumë dietarëve, është shumicës dietarëve. Pra, ti thush gjitha këto që ne tham, ose një dhikër për këtyre ta përsërisësh dhe shehu pra duket që anon nga kjo e dyta dhe kjo thotë është më afër sunetit. Sheikh Albani, Allahu më shëroft. Qartë? Pastaj thotë zgjatja e rukus. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra e zgjaste rukun ose e bënte fjalë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bënte rukun e tij, qëndrimin pas rukuje, sejdën e tij, uljen mes dy sejdëve afërsisht njësoj. Afërsisht njësoj. Edhe këtu, pra te përmbledhja thot, prej sunetit është që t'jenë barabarta këto shtylla, afërsisht, pra në zgjatje, rukuja, qëndrimi pas rukuje. Gjërë se do flasim pak. Shife këtu, qëndrimi pas rukuje 1 dhe ulja mes dy sejdëve. Kemi folë dhe i herë tjetër, por se këtu është tema për të flasim për namazin. Gjë që shef dobësi shumë të madhe në mesin shumë prej muslimanëve, shifeni se ça veprojnë mbas i çohen nga rukuja dhe mes dy sejdëve, po thuj se nuk qëndrojnë fare. Shifeni, sa thonë semi Allahu limen hamida rabb, direkt e bin sejdë. Ti ndoshta akoma nuk e çuaj i kara në sejdë. Shife se ça bëjnë mes dy. Kjo është ku çohen nga rukuja. Shife sa bëjnë mes dy sejdëve. Sa thon Allahu Akbar, ti duke bëu duan mes dy sejdëve, direkt e bien sejdë tjetër. Ndërkohë që shifeni hadithin, se do i lexoj fjalë këtu, thotë, ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e bënte rukun e tij, qëndrimin pas rukuje, sejdën e tij, uljen mes dy sejdëve, afërsisht njësoj. Afërsisht njësoj. Edhe këtu te përmbledhja, pra thotë, për sunetit është që të barazosh mes këtyre shtyllave në zgjatje. Pra rukun e tij, qëndrimi pas rukuje, sejdën e tij, uljen mes dy sejdëve, t'jenë afërsisht njësoj. Pastaj thot, pra që nuk lejohet që të lexohet Kur'an ruku apo në sejdë. Nuk lejohet leximi i Kur'anit ruku apo në sejdë. Thot, pra te libri më i gjatë është ndaluar që personi të lexojë ruku, të lexojë Kur'an ruku. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndalonte që lexohet Kurani ruku apo sejdë, gjithashtu thonte me të vërtet unë jam ndaluar që ta lexoj Kuranin ruku apo sejdë, për sa i përket rukus, madhëroni në të Zotin azza wa jall. Prandaj çfarë tham? Dhikri parë që u përmend, subhana rabbiyal azim. Shifeni fjalën këtu, fa azimu. Azim, pra larg çdo të metë, është Zoti im që është i madhëruar, që është i madh. Fa adhimu, pra madhëroni Zotin tuaj në ruku. Kurse sejdë, wa amma sujud fajtahidu fi dua. Për sa i përket sejdës, mundoni që të bëni sa më shumë dua, thotë se ju ka hije që t'ju pranohet duaja, t'ju përgjigjet duaja. Pra Allahu t'ju përgjigjet dhe t'ja u pranoj duan. Thotë çuarja nga rukuja. Pra çohesh dhe drejtohesh pas rukuja. Më pas thotë e çon pra shtyllën kurizore, shpinën e tij prej rukuje. Dhe kjo është shtyllë. Thot gjatë këtij drejtimi, semi Allahu limen hamida. Dhe kjo është obligim. I ngre duart e tij, pra gjatë ngritjes, siç u përmend në fillim, ku u përmend si tekbir fillestar, sikur bie në ruku. E njëjta gjë do ngrish pra duart. Ashtu siç u thash. Pra, siç është paralel me supet ose me veshin, me të butën e veshit, njëjtë gjë do ta bësh, po ja përsëris, por nuk e di për sa të herë këtë. Pse? Sepse kam pa dobësi te kjo pikë. Pra kur çohen nga rukuja nuk i ngren duart siç e kanë ngrit fillim. I ngret duart thot siç tham, pra më përpara, më pas shohet
duke qenë pra i drejtuar dhe i qetësuar deri çdo gjymtyr, çdo kock të marri vendin e vet, vendin e vet. Dhe kjo është shtyll dhe thot gjatë këtij qëndrimi, Rabbana walakal hamd, kjo është obligim për çdo kënd që falet, edhe nëse është xhamat, thot, edhe nëse është pra xhamat, është duke u falur pas imamit, sepse ky është dhikri që thuhet gjatë qëndrimit në këmbë, kurse fjala Semi Allahu limen hamida është dhikri që thuhet kur robi do të drejtohet dhe i barazon pra mes këtij qëndrimi në këmbë dhe mes rukus në zgjatje. Pra, siç e zgjati rukun, ta zgjasi dhe qëndrimin në këmbë, pra mbasi thot Semi Allahu limen hamida. Pastaj ka vazhduar te sejdja. Pastaj ka vazhduar tek sejdja. Thot pra tek libri pra i mesëm thot drejtimi nga rukuja dhe çfarë thot në të. Më pas thot kur pra ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e ngrinte shpinën e tij për i rukuje duke thënë Semi Allahu limen hamida. E ka urdhëruar me këtë atë që nuk falej mirë, gjithashtu ka thënë që nuk plotësohet namazi ndonjërit prej jush derisa pra të bëj tekbir, bëj ruku, këtë e ka thënë më përpara, më pas thot Semi Allahu limen hamida, pra dhe derisa drejtohet në këmbë. Ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kur e ngrinte kokën e tij, pra prej rukuje, drejtoheshe derisa ktheheshe, pra ato shtyllet kurrizore, zinin shtylla, ruazat e shtyllës kurrizore, shpina, shkonte në vendin e vet, thot dhe thonte duke qenë këmbë, Rabbana lekal hamd, Rabbana wa lekal hamd do vija që thuhet, dhe e ka urdhëruar me këtë çdo person që falet, qoftë xhamat apo dikush tjetër, duke thënë faluni ashtu siç keni pa mu të falem, dhe thonte që është bërë imami që pra të ndiqet. Gjithashtu ka thënë kur ai thot Semi Allahu limen hamida, ju thoni pra Allahumma Rabbana wa lakal hamd, Allahu ju përgjigjet, sepse Allahu te baraka wa taala ka thënë në gjuhën e pejgamberit tij sallallahu alaihi wasallam Semi Allahu limen hamida. Pastaj pra e ka, si më thon, ka treguar shkakun e saj në një hadith tjetër duke thënë kush përputhet fjala e tij pra me fjalë yarhamukallah, ose ai që përputhet fjala e tij me fjalën e melajkeve, i falet çka ka bë prej gjunafeve. Njëjtën hadith ose me të njëjtën shprehje ku e përmendëm, te fjala amin. Edhe këtu, pra siç ka thënë pejgamberi sa te amini, ka thënë edhe këtu. Pra kush i përputhet fjala e tij me fjalën e melajkeve, i falen gjunafet që ai ka bë. Këtu tani është një temë që shehu pra ka tërheq vërejtjen, thot ky hadith nuk tregon kur thot ai Semi Allahu limen hamida ju thoni Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Ky hadith nuk tregon se ai që është xhamat mbrapa nuk merr pjesë me fjalën e imamit Semi Allahu limen hamida. Ashtu siç nuk tregon se imami nuk merr pjesë me xhamatin kur thot Rabbana wa lakal hamd. Pra, ky hadith nuk ka ardhur, pra që do të thotë që thuhet edhe Semi Allahu limen hamida dhe Rabbana wa lakal hamd. Thot ky hadith nuk ka ardhur për treguar se çfarë thot imami dhe xhamatin këtë shtyllë, por se për të sqaruar se pra tahmidul imam al-mu'tam, pra fjala Rabbana wa lakal hamd e xhamatit thuhet mbasi imami ka thënë Semi Allahu limen hamida. Kjo e përforcon këtë gjë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra e thonte tahmidin Rabbana wa lakal hamd duke qenë imam, sepse ka thonte e përgjithshme fjala e tij faluni ashtu siç keni pa mu të falem. Kjo tregon pra që xhamatit thot atë që thot imami. Pra shehu do me thonë shkurtimisht që ndoshta mos gatroheni, si imami, si xhamati thot Semi Allahu limen hamida Rabbana wa lakal hamd. Pra jo vetëm thot imami Semi Allahu limen hamida dhe xhamati nuk e thot. Jo, thot pra kjo lëvizja që ti çohesh nga rukuja për të qëndruar këmbë, thot dhikri i kësaj lëvizje është Semi Allahu limen hamida. Dhikri i qëndrimit këmbë është Rabbana wa lakal hamd. Këtë është duke thënë. Prandaj që ta bëjmë më të qartë këtë, po ju lexoj libër tjetër të shehut, Tamamul Minna, thot pra te fjala autorit librit, ai thot autori librit që shehu e ka thënë Tamamul Minna, thot është e pëlqyer që ai që falet, qoftë imam, ngjojeni, qoftë imam, qoftë xhamat, qoftë veç,
thot kur çohet prej rukue, semi Allahu limen hamida. Dhe kur çohet në këmbë, pastaj thot hadithi e Buhariut, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte semi Allahu limen hamida kur e ngrinte shpinën e tij, pra në rekat, dhe thonte duke qenë këmbë Rabbena wa lakal hamd. Thot që ky hadith ka ardhur në Rua dhe unë thot për ta përforcuar se është e pëlqyer për xhamatin, thot semi Allahu limen hamida, po ju qartësoj se ky hadith përmbledh dy dhikra. E para është fjala semi Allahu limen hamida kur drejtohesh nga rukuja, pra drejt qëndrimit këmbë, dhe i dyti thot është Rabbena wa lakal hamd kur pasi e drejtuar. Momentin që ai që po falet pas imamit nuk e thot dhikrin e drejtimit në këmbë, pra kur drejtohesh në këmbë, do thot atëherë në vendin e tij dhikrin që thuhet kur je në këmbë. Dhe kjo shifet thot është e dukshme nga shumë prej atyre që falen. Thot ata gati pra sa ngjojnë semi Allahu limen hamida, vetë se e paraprim duke thonë Rabbena wa lakal hamd. Te ky veprim ka kundërshtim qartë hadithit. Nëse vjen dikush pra të largohet, mundohet të largohet nga diçka, bien diçka tjetër. Pra që nuk e thot dhikrin e qëndrimit këmbë. Pra thot Nawawi rahimahullah, namazi është i ngritur, ose rregulli i namazit është që ti mos pushosh ndonjëherë nga dhikri, na si gjë, na si pjesë namazit. Momentin që ti nuk i thua të dy dhikret, pra kur ngrihesh, pra kemi semi Allahu limen hamida kur ngrihesh dhe Rabbena wa lakal hamd pasi e ngritur. Thot Nawawi rahimahullah, momenti që ti se thua, pasi thua këto të dyja, i bi që njëra prej të dyjave, për njëra prej dy pozicioneve nuk do ketë dhikr. Pra, ke dy dhikre këtu, kur ngrihesh semi Allahu limen hamida dhe pasi e ngritur, Rabbena wa lakal hamd. Pra i bi që njëra nga këto të dyja do ngelet pa dhikr. Prandaj thot, pra siç thot imami semi Allahu limen hamida, thot dhe xhamati semi Allahu limen hamida. Siç thot Rabbena wa lakal hamd, e njëjta gjë Rabbena wa lakal hamd. Pra, madje unë them që thush semi Allahu limen hamida është pra shkon jo thjesht pra e pëlqyer, jo, thot është obligim për çdo kënd që falet, sepse ka ardhur thotë hadithi i atij që nuk falej mirë, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në të, nuk plotësohet namazi ndonjërit prej jush derisa të plotësoj abdesin e tij siç e ka urdhëruar Allahu, ose ta marrë atë siç e ka urdhëruar Allahu, më pas javi pra thot Allahu Akbar, të bien ruku derisa qetësohen nyjet e tij, më pas thot semi Allahu limen hamida, thot më pas çohet në këmbë deri kështu më. Pra nga ky hadith i thot merret që semi Allahu limen hamida është obligim pra për çdo person që falet, Tjetër, pra siç ka thënë shehu në librin bazë për këtë dhikrin që është përmend pra mbas rukus, mbas qëndrimit të rukut, qëndrimit pra mbasi çohesh Rabbena wa lakal hamd, ka ardhur pra përveç Rabbena wa lakal hamd, ka ardhur dhikr më i gjatë mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma bainahuma, pra do ta themi dhikrin që ka ardhur. Thon pra për komentin e kësaj kanë thënë dietarët, pra nëse lavdërimi, falënderimi Allahut do ishte diçka konkrete, do mbushte qiejt dhe tokën. Pra do mbushte qiejt dhe tokën. Por një koment tjetër këtu thot ahle thanai wal majd, pra o Allah, ti ai që lavdërohesh, ti ai që madhërohesh, wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Pra ka thënë Nawawi rahimahullah këtu fjala jadd është pasuria, pra të kesh pozit apo pasuri. Pra nëse ti je me pozit, nëse ti je i fuqishëm, kjo nuk të bën dobi në dynja, pra si pasuria, si fëmia, si pozita, thot kjo nuk e shpëton personin, por sa ajo që e shpëton personin është vepra e mirë, pra siç ka thënë Allahu xhallahu ala, el malu wal banuna zinatul hayatid dunya, pasuria dhe fëmijët janë stoli e jetës së kësaj bote, kurse baqiyatus salihat, pra ato veprat e mira që punët e mira që qëndrojnë, se dietar kanë thënë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, punët e mira, pra janë më të mira tek Zoti yt. Përmendim, pra para se të vim të fjala e shehut tu, pra të sqarojmë të semi Allahu limen
hamida, rabbana wa lakal hamd, pra sqaruam këtë temë, pastaj dhikri. Thot, i ngrinte duart gjatë kësaj ngritjeje, dhe e njëjta gjë thot tu prap, pra që kjo është, pra ngritja e durve në këtë rast është mutawatir nga pejgamberi sa. Siç përmendëm kur bie ruku dhe tani kur çohesh nga rukuja. Thotë është mutawatir, pra ka ardhur shumëta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë kanë thënë, pra ecin sipas kësaj fjale shumica dietarëve dhe disa hanefi. Pse thotë dhe disa hanefi? Sepse ajo që është e njohur zakonisht nga hanefit e tjerë që nuk i ngrin duhet. Pra por se ka dietar hanefi që këtu nuk kanë pasu me dhebin, po kanë pasu argumentin. Dhe duke qenë këm, thot Rabbana wa lakal hamd, ndonjëherë thot Rabbana lakal hamd, ndonjëherë këtyre të dyjave i shton Allahumma. Pra, Allahumma Rabbana wa lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Sa u bën? Bën 4. Thot urdhronte me këtë duke thënë kur imami thot semi Allahu liman hamida, ju thoni Rabbana wal Allahumma Rabbana lakal hamd, sepse ai që përputhet fjala e tij me fjalën e melajkeve i falen çka ka bë prej gjunafeve. Ndonjëherë shtonte, pra mbas Rabbana lakal hamd ose Rabbana wa lakal hamd, shtonte çfarë? Po ja u them gjithë, po marrim këtë, mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd, ahl ath-thana'i wal majd, حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Disa nga këto fjalë ne shpjeguam pra te libri pra që është bazë i Sheikh Albanit, Allahu mëshiroft. Gjithashtu thot, kishte raste gjatë namazit natës thonte li rabbi alhamd, li rabbi alhamd, li rabbi alhamd. E përsëriste këtë gjë derisa ishte qëndrimi këmbë afërsisht sa rukuja dhe pra e përsërisë ai shumë këtë gjë. Këtu ka komentuar pra këtë që ju thash, wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd, nuk bë dobi pozita, pasuria, fuqia që ke ti në jetën e kësaj bote, pra sado që ke fëmijë, sado që ke pasuri, sado që ke fuqi, sado që ke, pra ajo që të shpëton ty kush është? Vepra e mirë. Edhe një vepër që të jetë e mirë, e dim që duhet përmbushi dy kushte, pra sinqeritetin dhe pasimin e synetit. Gjithashtu thot, pra predikit që ka ardhur, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Thot e ka thënë këtë një person që po falesh pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ngriti kokën e tij prej rukus, kur tha semi Allahu liman hamida, dikush mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha këtë gjë. Momenti që doli pejgamberi sallallahu nga namazi, mbaroi namazin, thot kush ishte ai që foli pak më parë? I tha dikush, pra unë jam i dërguar i Allahut. I dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kam pa kush e di sa me lajke, pra që po nxitonin kush kalonte, kush ta kalonte tjetrin për ta shkruar këtë fjalë që ti the. Pra Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Qartë? Shehu themin e Allah më shërof, thot, pra si që tham tek duaja hapjes. Thot ka ardhë 4 forma. Rabbana wa lakal hamd, Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. U bën 4. Të gjitha pra këto forma, njëra prej këtyre mjafton, por se më e mira është që thuhet ndonjëherë kjo, siç përmendëm rregullin më përpara, që adhurimet që kanë ardhur format ndryshme, jo thash, shehu e thot dhe ka rregulla pra që ka thur me vargje shehu pra për rregullat e fikut, bazat e fikut, dhe thot atje wa fal ibadatan idha tanawat wujuha bi kulli ma qad waradat. Pra kur adhurimi vjen forma ndryshme, bëj gjitha këto adhurime. Pse? Kush është urtësia? E përmendëm dhe atje, po e përsërisim prap. Thot sepse momenti që ti e bën këto forma ka disa dobi. E para ti ruan synetin, e dyta pason synetin, e treta çfarë? Je më prezent. E ke zemrën, je më i përqendruar, zemra është prezente. Thot pse? Sepse njeriu kur vazhdon gjithmonë në një formë, i bëhesh po si diçka automatike. Thu dhe se ke menin. Ama kur thu ndonjëherë këtë, ndonjëherë atë, kjo çfarë të shtyn që të përqendrohesh sa më shumë. Tjetër fjala semi Allah, pra fjala sem
Pra ndoshta kuptimi i parë që shumë njerëz që mësojnë arabishten e kupton semia dëgjoj. Por se për kuptimin e fjalës semia që është këtu është istejaba, Allahu i përgjigjet, jo thjesht jo e ngjon, jo thjesht e ngjon, se Allahu i ngjon gjithë. Këtu semia Allahu liman hamida, Allahu i përgjigjet atij që e falenderon dhe e lavdëron. Allahu i përgjigjet atij që e falenderon, e lavdëron. Prandaj shif si thotë shehu këtu, fjala këtu semia e istejaba, i përgjigjet. Pra, sepse thjesht thot kapet e kuptimit, momenti që vetëm ngjim nuk përfiton prej kësaj, sepse çfarë? Allahu ngjon dhe atë që e falenderon ose lavdëron dhe atë që nuk e lavdëron. Por se qëllimi këtu kur ke dobi, kur Allahu të përgjigjet, kurse hamdi siç e tham dhe më përpara, pra çfarë do thot hamd? Ta cilësosh të lavdëruarin, që është Allahu xhallahu ala, me që të qenit i plot, me dashuri dhe me madhërim. Mund vi dikush të thotë këtu thotë shehu, si themin e semi Allah, pra i përgjigjet Allahu xhallahu ala, ndërkohë që këtu thotë s'ka dua. Thotë shehu përgjigja për këtë është se ai që lavdëron Allahun xhallahu ala, thotë ai është duke bërë duan me gjendjen e tij. Sepse ai që falenderon dhe lavdëron Allahun, çfarë shpreson? Shpreson shpërblimin. Mani mend, e kemi bërë këtë lloj shpjegimi ku? Kur kemi, se kam qëllim të çështje, mirë kukut. Të cilat çështje? Të çështja duas. Duaja adhurimit dhe duaja kërkimit. Duaul mes'ala wa duaul ibada. Pra duaja adhurimit dhe duaja kërkimit. Duaja kërkimit gjithë e kuptojmë që ti je duke u lut. Po duaja adhurimit kemi thonë hyn gjithë adhurimet. Pra dhe kur falesh, dhe kur bën ruku, dhe kur bën sejdë, gjitha adhurimet hyn te duaja adhurim. Po mirë, pse quhen dua? Sepse gjendja jote, çfarë? Është që ti po lutesh, po kërkon. Sepse kur ti falesh, çfarë kërkon për Allah? Shpreson që Allahu ta pranoj. Shife gjeta që po thotë te hamdi shehu. Shife te hamdi po thotë, pra, moment që thotë ti Rabbana wa lakal hamd, këtu te qëndrimin këmbë, thotë li anna inna man hamidallah, ai që falenderon apo lavdëron Allahun xhallahu ala, ky është duke i lutur Zotit ti me gjendjen e tij, sepse momenti që bën hamd, ai shpreson shpërblimin, dhe momentin pra kur shpreson shpërblimin te Allahu xhallahu ala, pra ai lavdëron Allahun, e përmend atë, pra i bot tekbir atij dhe kjo përmban duan, pra sepse nuk e falenderon e lavdëron Allahun ai vetëm se shpreson shpërblimin tek Allahu xhallahu ala, prandaj themi i përgjigjet Allahu. Tjetër, kjo u tha dhe përse përsëris për ta përforcuar, siç tham për shembull te fjala Allahu Akbar. Nuk mund vish ti me një fjalë tjetër që përmban për shembull pak a shumë njëjtin kuptim. Për shembull vish ti në fillim vend thush Allahu Akbar, thush Allahu A'zam. Allahu është më i madhi, po nuk përdore Akbar, përdore A'zam. Pse do vish si më thon apostafat me këtë fjalë, sepse kjo ka ardhur. E njëjta gjë edhe këtu thotë shehu, shive, momenti që semi Allahu liman hamida patjetër duhet përdorësh të shprehje. Për shembull, nëse vjen dhe thu istajab Allahu liman athna alayhi fala yasih. Jo është përgjigj Allahu atij që lavdëron, pra mund thush fjalë tjera, por që kanë njëjtin kuptim, jo. Në momenti që mund vish për pse? Sepse duhet kështu siç ka ardhur. Pra ta përdorësh kështu siç ka ardhur transmetimi. Patjetër duhet thush semi Allahu liman hamida. Nëse vjen dikush dhe thot Allahu semi liman hamida, pra nuk thush semi Allah, por sa Allahu semi, thot as kjo nuk bën, patjetër duhet thush pra këtë gjë sepse kështu ka ardhur për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ndërkohë që të ka thënë faluni siç keni pa mund të falet, dhe ky dhikr është obligim, prandaj duhet mjaftohemi të kufizohemi me atë që ka ardhur. Thjesht u tregoj punën e çfarë? E pasimit. Prandaj po ja lexoj për pasimin. Pra nëse vjen fjalën çfarë? Për shembull semi Allah, Allahu i përgjigjet, thu Allahu semi. Jo, nuk bën. Thuaj ashtu siç ka, ashtu siç ka. A mos s'ka gjë, mund viti kush s'ka gjë, po e the, jo. Ashtu siç ka, ashtu siç ka. Qartë? Amblem të pastaj të zgjatën atë duan më gjatë e komentojmë herë tjetër, përmendim herë tjetër. Përmendim edhe dy komente këtu, pastaj vazhdojmë herë tjetër. Ka thënë prap këtu, pa elhamd është ta cilësosh Allahun xhallahu ala që është Mahmud i lavdëruar me cilësitë, me emra cilësitë e plota, pra që ai është i plot, me duke pas dashuri dhe madhërim. Kjo është e rëndësishme te hamdi. Pra ke edhe dashuri dhe madhërim. Për shembull, pra thuhet hamida fulanu rabbahu, pra filani, çfarë bër? E ka cilësuar Zotin e tij
Allahun xhallahu ala me cilësitë e plota, duke pas dashuri për Allahun dhe madhërim. Pra, në zemrën e tij ka madhërim për Allahun xhallahu ala. Prandaj, ngjojeni, Ibnul Qayyim thot, me këtë dallohet mes të dy fjalëve. Pra ne kemi në arabisht, kemi fjalën hamd, kemi dhe madh. Hamd, madh. Edhe madh përdoret për lavdërim. Madh i çast, thot ta cilësosh atë që po lavdëron me çfarë? Që është i plot, ose që ka cilësi të plota. Por se jo me pa tjetër ti e do dhe madhëron. Pse? Se mund të lavdërosh dikën dhe ti ke një qëllim. E lavdëron për shkakun që të ruhesh për sherrin ti, ose e lavdëron një dikën me pozitë që t'japi diçka. Hamdi s'është, ky është madh, ky është lavdërim. Pra mund, kurse hamdi çfarë? E cilëson me cilësitë e plota dhe e do dhe madhëron. Qartë, pra bësh dallim thot mes, siç ka thënë Imam Ibn Qayyim, mes hamd dhe madh. Kurse hamdi patjetër shoqëruar me dashuri dhe me madhërim. Me këtë ne kuptojmë sa sekretin e fuqisë gjuhës arabe. Se po ti shohim thot shkronjat e të njëjta, hamide, hamd, madha, madh, janë njëjtat gërma, ama shife, vetëm hamd dhe madh ndryshoi kuptimi. Pastaj thot kjo fjala mil as-samai wal ard, kanë thënë disa dietar, siç përmendëm fjalën këtu që ka përmendur Sheikh Albani, Allahu mëshirov, që nëse hamdi do ishte diçka konkrete, do ishte trup, do do mbushte, do plotsonte qiellin dhe tokën, pra do ta mbushte pra diçka konkrete. Por se fjala më e saktë është pra te kjo mil as-samawat, Rabbana wa lakal hamd, pra o Zoti ynë, ty të takon lavdërimi, falënderimi. Lavdërim, falënderim që mbush qiejt dhe tokën. Kjo mbush këtu, disa dietar kanë thënë, pra, nëse ky hamdi do ishte diçka konkrete, do mbush edhe qielli dhe toka. E gjutë që Sheikh Albani këtë kishte përmend. Kurse Sheikhu thotë jo. Thot, pra, e ka përmend si fjalë, pastaj thot, Allahu xhallahu ala është i lavdëruar, i falënderuar për çdo krijesë që ai krijon, për çdo vepër që ai bën. Dhe siç dihet, pra qiejt dhe toka, gjitha janë krijesa e Allahut, janë për krijimin e Allahut xhallahu ala. Atëherë lavdërimi, falënderimi përmbush qiejt, tokën, sepse krijesat përmbushin qiejt dhe tokën. Kjo është më parsore si kuptim. Pra, njeriu të ketë kur e thot këtë dhikër, pra se Allahu xhallahu ala lavdërohet, falënderohet për çdo vepër që ai bën dhe për çdo krijesë që ai ka krijuar. Wa min amashi ta min shay'in ba'd, dhe pra mbushje e çdo gjëje që ti do pas kësaj, thot ka dy kuptime. Ose kihet për qëllim përveç qiejve dhe tokës që ne nuk e dim, ose kihet për qëllim atë që do Allahu xhallahu ala pasi shkatërrohet qielli dhe toka. E para thot është më gjithë përfshirëse. Pra, gjithçka tjetër përveç qiejve dhe tokës, siç do jo themi herës tjetër, siç është kursia, arshi, etj me radhë, porse këto pra te ky dhikër, te kuptimi i këtij dhikri do zgjati më shumë herës tjetër, sepse Sheikhu Themini Allahu mëshiroft e ka komentuar tek Sharhul Bulughul Maram më gjatë, edhe flasim herës tjetër për këtë. Mjaftohemi me kaq. Subhanallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Edhe ju.